Bashkia e Delvinës po vjon investimet në disa zona të qytetit me synim për mirësimin e kushteve të jetesës për banorët, ndër projektet kryesore përfshihen përfundimi i riasfaltimit të rrugës hyrëse në qytet, rikonstruksioni i gjimnazit Sulejman Delvina, si dhe investimi në bibliotekën e qytetit. Punimet po zhvillohen në disa sektorë që konsiderohen të rëndësishëm për komunitetin. Jemi në përfundim të riasfaltimit të rrugës hyrëse të qytetit. Është bën tashmë i gjithë segmenti dhe vizimet, janë diku të 6 kilometra. Gjithashtu një investim tjetër me bashkëfinancim me Ministrinë e Arsimit është gjimnazi Sulejman Delvina, i cili është vetëm gjimnaz në fakt që Delvina ka, dhe gjithë synimi është krijimi i kushteve bashkëkohore për nxënësit tanë. Gjithashtu, shumë shpejt, kemi inaugurimin e bibliotekës së qytetit. Edhe ky investim është një investim me bashkëfinancim me Agjenci Kombëtare të Rinisë. Neve shumë shpejt do nisim punimet për restaurimin e sallës së aktiviteteve të kinoteatrit. Është një restaurim, një projekt që do të financohet nga granti performancës që bashkia ka përfituar në lidhje me grantin e performancës që ka qenë pjesë e vitit 2025. Gjithashtu, Bashkia Delvinë prej 5 vitesh tashmë është fituese e projektit për përmirësimin e banesave për familjet në nevojë. Sipas kryetares Brunilda Meleqi, të gjitha këto projekte po realizohen me bashkëfinancim pasi bashkia ka një buxhet të kufizuar. Ajo theksoi se bashkëpunimi me institucione dhe programe të ndryshme ka bërë të mundur realizimin e investimeve që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe në përmirësimin e infrastrukturës së qytetit. Së pari, ndikim kanë të vetë banorët, të cilët edhe ata që janë tashmë emigrant kanë kthyer interes për banesat e tyre, sepse po e shikojnë që Delvina po merr një vëmendje, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror. Ajo çka dua të shtoj është se jo vetëm këto investime që unë thash pak më parë, po kemi filluar investime edhe në brenda në qytet, në rrugë dhe sheshe, të cilat padyshim që rrisin mënyrën e jetesës së qytetarëve. Këto investime synojnë jo vetëm për mirësimin e kushteve të jetesës për banorët, por edhe krijimin e më shumë mundësive për rikthimin e migrantëve në vendlindje. Gjithashtu projektet pritet të ndikojnë pozitivisht edhe në turizëm, duke ofruar kushte më të mira për vizitorët që zgjedhin të vizitojnë Delvinën dhe zonat përreth.